peshore. Kjo video është për ty. Përshëndetje, unë jam Tesi dhe sot do kanalizoj një guid të përgjithshme mbi energjinë kolektive të shenjës së peshores për vitin 2026. Mos harroni që kjo është një guid të përgjithshme dhe nuk aplikohet për secilin prej jush. Nëse doni një guid të personalizuar, duhet më shkruani në mesazhe private dhe nëse doni të supportoni punën time apo rezonon kjo guid me ju, keni një link në bio. Para se të filloj me interpretimin e letrave, dua t'ju them diçka. E di që edhe ju jeni shumë të lodhur se 16 videot e fundit kanë qenë shumë të rënda dhe keni atë barrën akoma mbi supe, po ama unë dua t'ju përgëzoj për diçka. Shpirti juaj artistik dhe ajo që thua shija juaj specifike për të shijuar të bukurën apo për të kanalizuar të bukurën është qershia mbi Tor. Do më thënë, shkoni pak çfarë mrekullie ka bërë energjia juaj në këtë make-up. Nuk e di tani, më pëlqen mua kombinimi i jeshilës me të rozën se vdes për këtë kombinim. Apo thjesht energjia juaj është aq e bukur sa që unë kam rënë në dashuri. Tani kalojmë te interpretimi i letrave. Siç thash dhe më përpara, edhe ju keni qenë shumë të rënduar dhe jeni momentalisht të rënduar. Nuk dini se çfarë doni, nuk keni qartësi fare. Energjia juaj është shtëruar, nuk keni fokus, nuk dini se ku doni të esni përpara, as nuk dini se çfarë doni të merrni nga kjo jetë. Këto janë energji që ju do përballeni përgjatë 2026-s. Drejtësi karmike dhe mësime karmike. Gjithë këto vitet e fundit kanë shërbyer për një qëllim që ju të përballeni përballë me një drejtësi karmike që do ju bëhet dhe të nxirrni mësime të thella dhe të vyera karmike. Gjërat do ndryshojnë për ju, le të themi që rrota e fatit do ndryshojë për ju dhe gjërat do bëhen më mirë. Drejtësia hyjnore do vihet për ju, po ama kjo kërkon që ju të bëni një reflektim shumë të thellë. Një botë e re do fillojë për ju. Përpara se të fillojë kjo botë, ju duhet të bëni një reflektim shumë të thellë. A është në një vit të drejtë zemra me mendjen tuaj? A është në një vit të drejtë ajo çka ju flisni me atë çka ju veproni? A është në një vit të drejtë e vërteta juaj e brendshme me atë që ju veproni dhe me atë që ju bëni? Si me të tjerat, po ashtu edhe me veten tuaj. Duhet të reflektoni thellë gjërat që ju ndodhin. A kishit ju diçka që mund ta kontrolloni dhe të ndodhte ndryshe? Apo ka qenë çdo gjë shkak pasojë? Duhet të reflektoni për çdo veprim që bëni, për çdo fjalë që nxirrni nga goja, sepse çdo veprim dhe çdo fjalë ka peshë shumë të madhe për ju, sidomos përgjatë vitit 2026. Ju duhet të jeni shumë të drejtë, jo vetëm me të tjerët, por edhe me veten tuaj. Duhet të krijoni ju së pari për veten tuaj atë drejtësinë hyjnore dhe duhet të zbuloni se në cilat fusha të jetës tuaj ju nuk jeni të vërtet me veten tuaj, apo nuk jeni të vërtet me njerëzit e tjerë dhe duhet të shikoni se ku të tjerët nuk po sillen të drejtë me ju. Ky është viti nëse dikush ju ka hyrë në hak ta themi shqip, karma do i shërbehet. Ju nuk keni nevojë të çoni energji fare nëse dikush ju ka hyrë në hak, po njëkohësisht nëse ju i keni hyrë në hak dikujt tjetër, karma do serviret edhe për ju. Prandaj duhet të mendoheni dhe të reflektoni thellë për çdo fjalë dhe çdo veprim që ju kryeni. Dhe a nuk është interesante që kjo është karta e shenjës peshores dhe ju ra juve. Duhet të gjeni një harmoni dhe balans apo një vit të drejtë, ai kandari juaj të qëndrojë në një vit të drejtë, ajo peshorja të jetë të drejtë me logjikën dhe zemrën tuaj, apo logjikën dhe ndjenjat e juaja. Jeta juaj profesionale duhet të jetë me se bën në një vit të drejtë me jetën tuaj personale. Drita brenda jush duhet të balancohet me errësirën brenda jush. Energjia juaj femërore duhet të balancohet me energjinë tuaj mashkullore. Është shumë e rëndësishme që të merrni një peshor imagjinat, të mund ta imagjinoni në mënyrë metaforike, të merrni një peshore. Oh my god, sa
a ka mundësi të stoponi me këtë overthinking, po më kalojnë 1 milion mendime në të qindën e sekondës tani, sa që po më pengoni të flas. Qetësoni, keni një nevojë të thellë për të pushuar, sepse jeni shumë të ngarkuar dhe po humbisni veten tuaj çdo herë që I thoni qetësisë tuaj, për relaksit tuaj, stop, dhe shpenzoni kohën duke qëndruar vetëm me të tjerët. E dim që ju jeni një krijesë sociale, por njëkohësisht jeni dhe një që jeni nevojë për pushim, nuk mund ta shpenzoni kohën tuaj vetëm me të tjerët sepse sistemi juaj është I mbi ngarkuar. Dhe unë tani po shoh mira vizione dhe është e pamundur që të flas. Tani ju lutem, pushoni këtë vit. Pushimi është shumë I rëndësishëm për ju, sepse do dini edhe kush është e vërteta juaj, do dini si të jeni më të drejtë me veten tuaj, si të jeni më të drejtë me të tjerët edhe si të rishni drejt vetes tuaj, një karmë më të mirë, sepse karma është shkak pasojë. Çfarë mbillni tani do korrni më vonë. Kështu që nëse nuk mbillni fara te pushimi tani relaksimit, vetëm gjëra të koklavitura do keni për të ardhmen tuaj. Gjërat do ndryshojnë për ju nëse deri tani ju janë dukur sikur rrugët e juaja janë të mbyllur, ka pasur një qëllim pse rrugët e juaja kanë qenë të mbyllura apo pse gjërat nuk kanë shkuar në formën se ju keni dashur. Gjërat do të ndryshojnë, do kthehen në favorin tuaj, por për të kthyer në favorin tuaj do thotë që ju duhet të nxirrni mësimet e së shkuarës, përndryshe njësoj do vazhdoj. Pra, merrni mësimet, lëreni drejtsinë hyjnore të ndodhi vetë, ju nuk keni pse të bëni asgjë, ju vazhdoni krijoni karmë të mirë për veten tuaj dhe si e bëni këtë, vetëm duke bërë mirë, duke u sjell mirë me veten rreth e parë dhe pastaj me të tjerët, duke I folur mirë vetes tuaj, duke I folur të tjerëve, duke gjeneruar dashuri dhe dëmshuri për veten tuaj edhe njësoj edhe për të tjerët. Dalim te paternat që doni që duhet të fokusoni apo të punoni për gjatë këtij viti. Take a break. Ju thash, duhet të pushoni. Një cikël ka mbaruar për ju, zëre se një botë u përmbys për ju edhe tani do filloj një botë e reja. Ku është Hana e re këtu? Ku është këtu? Një kapitull I ri do filloj për ju këtë vit. Po që ky kapitull I ri të filloj për ju dhe ju të dini se çfarë doni, se momentalisht nuk e dini fare se çfarë doni, por bota e re nuk formohet dot, nuk materializohet dot, nëse ju nuk vendosni se çfarë doni. Po që kjo botë të formohet, të frymoj nëpërmjet jush, ju duhet të merrni një pushim, edhe nga socializimi, sepse duke qëndruar tërkohës me njerëz, ju thithni çdo energji të tjerëve, thithni çdo mendim, çdo negativitet, çdo pozitivitet dhe mbi ngarkoheni, gjë që ju ndikon qartësinë dhe qetësinë tuaj të brendshme, jeni tërkohës të shpërqendruar me të tjerët dhe nuk jeni të fokusuar te vetja juaj. Ju jeni njerëz shumë punëtor, po njëherë duhet të kuptoni që produktiviteti më I madh vjen kur ju pushoni, dhe nëse ju pushoni këtë vit, do ju ndihmoj shumë edhe me krijimtarinë tuaj dhe ndoshta mund të sillni në jetë edhe ndonjë projekt të ri shumë të bukur edhe shumë të vlerësuar nga njerëzit, por është shumë e nevojshme të pushoni. Have fun, play, festoni, mos jeni kaq shumë serioz, pra punoni, por bëni edhe qef. Çlirohuni dhe ju të thoni ju, po jo, unë me njerëz jam duke bërë qef jam. Jo, ideja është të çliroheni nga tensionet e juaja të brendshme, duhet të rilidheni me fëmijën tuaj të brendshëm këtë vit. Fëmia juaj I brendshëm luan shumë rol kryesor në materializimin e jetës tuaj më të mirë. Ndizni atë butonin brenda jush, ku fëmia juaj I brendshëm del në pa dhe filloni shijoni pak gjithë punën e fuqishme dhe të dedikuar që keni bërë gjithë do vitet e fundit. Nëse ju stoponi së punuari dhe së qenëri në mes njerëzve për një fundjavë, nuk është fundi I botës. Ama për ju është fundi I botës së vjetër dhe është fillimi I botës së re. Për ju është një gjë e mirë të pushoni. Dhe energjia e fundit ku duhet të fokusoheni këtë vit është The Great Gathering,
Pra, nëse ju merrni pushim, nuk është se shoqëria juaj apo komuniteti juaj do shpërbëhet, përkundrazi, duke marrë ju pushim, ju do keni më shumë qartësi, do keni më shumë qetësi të brendshme, do aktivizoni më shumë të vërtetë apo përballje me të vërtetën tuaj dhe me errësirën tuaj, dhe përballja me të vërtetën tuaj do ju çliroj disa drama, strese, trauma nga sistemi juaj, gjë që do bëj do shkaktoj një efekt në jetën tuaj ku ju do njihni dhe njerëz të ri dhe ndoshta do njihni një komunitet të ri që do ju çojë më afër të vërtetës tuaj dhe shpirtit tuaj dhe asaj që ju jeni të supozuar të jetoni në këtë jetë tuajën. Kini besim, ju duhet të lidheni me intuitën tuaj, ta besoni më shumë atë dijen e brendshme që rrjedh në venat e juaja dhe bëni qef këtë vit, çlironi pak nga ato barra që keni mbajtur ndër vite në kurrizin tuaj, çlirojeni veten tuaj dhe pushimi në këtë gjë konsiston që ju të çlironi veten tuaj nga gjërat që ju rëndojnë. Dhe një mesazh që shpirti juaj ka për ju është Goddess Isis, surrender, dërzohuni tek plani hyjnor i jetës tuaj. Unë tu shikoj maman dhe fëmijën dhe më vjen përsëri mesazhi lidhuni me fëmijën tuaj të brendshëm. Mendoni sikur jeni fëmijë dhe universi është mamaja juaj shpirtërore dhe ju keni një besim të thellë, shumë të thellë tek kjo mama shpirtërore që çdo gjë të shkojë siç duhet, rrugët do hapen për ju, si të thuash drejtësia hyjnore do shërbehet, ju do merrni kohë për të pushuar, duke pushuar do jeni më shumë të gëzueshëm, duke qenë më të gëzueshëm do krijoni një realitet të ri për veten tuaj, gjëra të mira do vinë, ka përshtypje që disa për jush do bëjnë një projekt të ri, po ky projekt do bëhet duke bashkëpunuar me njerëz të ri që ju do njihni. Lini pas të shkuarën, lini pas të gjitha bagazhet dhe barrat që i keni mbajtur ndër supe. Jepini një shans vetes të filloni një botë të re, nxirrni mësimet nga e shkuara dhe ecni përpara me siguri të vetja, me besim tek vetja dhe plot siguri që universi ju do fort dhe ju mbron në çdo hap që ju bëni. Shpeshore ju uroj një vit të mbar dhe do shihem në kuitat e radhës. Ciao!